Çairi është shndruar në pikën kryesore të betejës politike në zgjedhjet e sivetme lokale, ku dy kandidatët Bujar Osmani dhe Izet Mexhiti theksojnë peshën vendimtare që do të ketë kjo komunë në përcaktimin e drejtimit politik të vendit. Kandidati i AKI-s Bujar Osmani në një paraqitje të tij para qytetarëve theksoi se rezultati në Çair do të ketë ndikim shumë më të gjerë se sa kufit e komunës. Neve në Çair na ka rro bara që do përcakton kohjen e shumë zhvillimeve në 10-20 vitet e ardhshme. Prej rezultatit, pas 15 ditëve në Çair, do varet kohja e shtetit. A do shkon drejt Evropës, a do shkon në kohje tjetër. Prej rezultatit të zgjedhjeve në Çair, do varet cili do jetë pozicioni jonë si popull këtu. A do jemi popull zot shtëpie, a do jemi popull qiraxhi. Nga ana tjetër, kandidati i Vlenit Izet Mexhiti thotë se nuk i pengon që fokusi është vendosur mbi Çairin dhe se sipas tij rezultatet e anketave janë në anën e tij. Fokusi është vendosur mbi Çairin dhe neve kjo s'na pengon, domethënë po atë që shohim në anketa e vërteton edhe kontaktet, energjia, përkrahjat e popullata, ku ne kemi qenë në vazhdimsi në kontakt, jemi në kontakt tash dhe do mbesim në kontakt, sepse kjo është, këtu e kërkojmë mbështetjen politike dhe këtu du ta realizojmë këtë mbështetje politike përkundër të tjerëve të cilët e shohin si trampolin për karriera personale apo për të rikthyer në qeveri. Me tone të qarta, rivaliteti dhe mesazhe strategjike për të ardhmen, gara për Çairin pritet të jetë ndër më të ashpra dhe më të ndjekurat në këtë zgjedhje lokale.